Një ndeshje e luftuar dhe që në fund i dha triumfin Tiranës me rezultatin 3-2 ndaj Vllaznisë, edhe cila edhe pse luante në shtëpi nuk shfrytëzoi sa dhe si duhet këtë avantazh. Bardhë e blute nisën mirë ndeshjen dhe si rrjedhoi arritën të fitojnë setin e parë me shifrat 25-18 dhe më pas edhe të dytin 25-15, duke krijuar përshtypjen se do ta mbyllnin shpejt atë. Por volejbollistët kuqeblutë, drejtuar nga trajneri Artan Kalaja, do të ktheheshin në lojën e tyre në setin e tretë, një set ky që kishte në dorë fatet e ndeshjes, me miq që kërkojnë ta mbyllin ndeshjen në fitoren 0-3, ndërsa Vllaznia me një fitore të këtij seti për të rihapur ndeshjen. Kuqeblut fitojnë 25-17, duke ngushtuar rezultatin e seteve në 1-2. Entuziazmi i setit e tretë në kampin kuqeblu vijon edhe në setin e katërt, ku Vllaznia del përsëri fituese, këtë radhë 25-20, duke barazuar rezultatin e seteve në 2-2, kështu që për të fiksuar ekipin fitues të kësaj ndeshje, duhej të luhej seti i 5 finali ndeshjes. Në këtë set kishte rivalitet të madh që u shfaq në fushën e lojës dhe kjo bëri që rezultati të barazohej pikërisht në shifrat 15-15, duke kërkuar piket shtesë për të fiksuar ekipin fitues. 2 piket e fundit shtesë i takojnë Tiranës, e cila fiton setin e 5-15 me 17 dhe të gjithë ndeshjen me rezultatin e përgjithshëm në sete 3-2. 2 javë përpara përfundimit të fazës së dytë të kampionatit, Vllaznia ka arritur të grumbullojë vetëm 10 pikë dhe ndodhet e pozicionuar në vendin e 6 të renditjes.